Sulmuesi kombëtares Reimana nuk po kalon një moment të mirë me Sivasspori në Turqi dhe në javët e para të kampionatit ka shgënjur në fushë. Presidenti i klubit turk, Burak Özçoban, ka dhënë informacion dhe për gjendjen e Reimanait, duke theksuar se sulmuesi shqiptar po punon intensivisht pas tentimit të pësuar në prill, por aktualisht i mungon ritmi i ndeshjeve. Gjatë një konferencë për mediat, Özçoban foli për situatën sportive dhe financiare të klubit, ndërsa u ndalte te disa prej lojtarëve të skuadrës. Përmanaj drejtuesi i Sivassporit vlerësoi punën e bërë nga futbollisti gjatë periudhës së rikuperimit, duke nënvizuar se sfida kryesore për të në këtë moment është rikthimi në ritmin e konkurrimit. Reimana i ka punuar shumë që në dëmtimi që pësoi në prill, mungesa e tij më e madhe aktualisht është ritmi i ndeshjeve. Ne i besojmë cilësive të tij, u shpreh Özçoban. Deklarata e presidentit vjen në një moment kur Sivasspori është ende në fazën e ndërtimit të skuadrës për sezonin e ri. Mana e shihet si një prej lojtarëve të rëndësishëm të ekipit, por pas periudhës së gjatë jashtë fushave, rikthimi i tij në ritmin e plotë të ndeshjeve pritet të bëhet gradualisht. Sivasspori e ka nisur sezonin me një barazim 0-0 ndaj Esenler Erokspor dhe më pas pësoi humbje ndaj Kayserisporit. Vetë presidenti Özçoban kërkoi falje për humbjen e dytë dhe deklaroi se skuadra do të kërkojë ta korrigjojë këtë rezultat. Ernest Muçi ka lënë pas dëmtimin dhe është rikthyer në stërvitje me skuadrën e Trabzonsporit. Sulmuesi shqiptar mori pjesë në seancën e fundit të ekipit turk përpara ndeshjes me Ferencvarosh e vlefshme për fazën e play-offit të Ligës së Europës. Rikthimi i Muçit në stërvitje vjen vetëm pak ditë pasi ai u detyrua të qëndronte jashtë për shkak të një dëmtimi në pjesën e sipërme të muskujve të përparme të kofshës. Ekzaminimet kishin evidentuar tendosje të shoqëruar me gjaktertje dhe edem, ndërsa në ditët e para pas dëmtimit u raportua se ai mund të mungonte për rreth 2 javë. Muçi humbi ndeshjen e Trabzonsporit dhe Kasim Pashës, por rikuperimi i tij ka ecur në një drejtim pozitiv dhe tashmë ai ka rifilluar punën me grupin. Megjithatë, prania në stërvitje nuk do të thotë automatikisht se futbollisti është gati për të luajtur. Trabzonspori zhvilloi seancën e fundit në ambientet e Mehmet Ali Yilmaz në drejtimin e trajnerit Fatih Tekke. Pjesa e parë e stërvitjes ishte e hapur për mediat, ndërsa më pas skuadra vijoi me përgatitje taktike për përballjen me Ferencvaroshin. Në këtë seancë, përveç Muçit, nuk u stërvitën me grupin Bantako, Folcarelli dhe Okayo Kushlu, të cilët vijojnë të kenë probleme fizike. Për Muçin, ndërkohë, rikthimi në stërvitje është hapi i parë drejt rikthimit të plotë në dispozicion të trajnerit. Pavarësisht të zhvillimit pozitiv, stafi teknik i Trabzonsporit nuk dëshiron të marrë rrezik me futbollistin shqiptar. Muçi ishte në stol në ndeshjen e Ligës së Europës ndaj Ferencvaroshit, teksa objektivi i klubit është që Muçi të rikthehet në gjendje optimale dhe nëse gjendja fizike e lejon, të jetë në dispozicion për ndeshjen e kthimit në Hungari, e cila do të luhet me 27 kusht. Ditët e ardhshme dhe mënyra se si do të reagojë trupi i tij ndaj ngarkesave do të jenë vendimtare për përcaktimin e momentit të rikthimit në ndeshje. Rikthimi i Muçit është një zhvillim i mirë dhe për kombëtaren shqiptare. Pas dëmtimit, një mungesë e parashikuar prej 3 deri në 4 javësh do ta bënte teorikisht të pamundur që ai të ishte në dispozicion të Shqipërisë për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Situata tashmë është ndryshe. Fakti që Muçi ka përfunduar trajtimin dhe është rikthyer në stërvitje me Trabzonsporin tregon se rikuperimi po ecën më shpejt nga skenari që mund të krijojë pas dëmtimit. Për kombëtaren, kjo është një sinjal pozitiv pasi Muçi mbetet një prej alternativave të rëndësishme në repartin ofensiv. Nëse ai vijon pa probleme fazën e rikuperimit dhe arrin të rifitojë ritmin e ndeshjeve, mundësia që të jetë i gatshëm për grumbullimin e Shqipërisë rritet ndjeshëm. Për momentin, megjithatë, fokusi i Muçit është rikthimi i plotë të Trabzonsporit. Aktivizimi i tij në ndeshjet e ardhshme do të varet nga gjendja fizike dhe vendimi i stafit teknik, ndërsa objektivi është që rikthimi të bëhet pa rrezikuar një dëmtim të ri. Në një situatë ku një mungesë disa javore rrezikon të talinte jashtë dhe kombëtares, Muçi tashmë ka kaluar në fazën e fundit të rikuperimit dhe ka nisur punën me grupin. Për Shqipërinë, kjo është një zhvillim pozitiv dhe një arsye për të qenë më optimist për disponueshmërinë e tij në ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare. Një ndeshje ka munguar Muçi për shkak dëmtimi. Mesfushori Kuqezi nuk ishte i gatshëm në debutimin e Trabzonsporit në kampionat për shkak të një edeme në kofsh. Pritej një mungesë gjatë për të, por Muçi është rikthyer me skuadrën. Sergio Calai e nis përsëri nga e para, ose më saktësisht nga Seria C. Qendërmbrojtësi i talentuar shqiptar, i cili ka veshur fanellën e kombëtarëve të moshave të Shqipërisë deri me U21, i ka vënë lam të mirën Frozinones
dhe është bërë tashmë pjesë e Specias. Djaloshi shqiptar spikati që në moshë të re në akademitë e Romës dhe Lazios, para se të transferojë te Grosseto në Serie C e më pas te Carrarese. Frosinone vendosi të blinte kartonin e tij dhe ai luajti disa ndeshje në Serie B para se të nisnin disa dëmtime të njëpasnjëshme që i hoqën mundësinë të luante rregullisht, e aq më tepër në Serie A. Gjatë verës ai u shkëput zyrtarisht nga Frosinone, ndërsa sot është prezantuar si lojtari më i ri i Specias në Serie C. Bëhet e ditur se futbollisti ka nënshkruar për 2 sezone, me të drejtën e rinovimit për një tjetër edicion, deri në verën e vitit 2029. Klubi i Interit ka bërë sot zyrtar numrat e fanellave që do të mbajnë futbollistët e tij për edicionin 2026-2027. Dhe në këtë listë është përfshirë edhe emri Kristian Aslanit, ndonse ai nuk bën pjesë në planet e Kristian Kivut e Zikaltrit. Në listën e publikuar nga Interi, mesfushori i kombëtarës shqiptare ka numrin 21, të njëjtin që ka mbajtur edhe 2 sezone më parë, para se të largohej nga Zikaltrit për të provuar një eksperiencë te Torino fillimisht e pastaj te Beşiktashi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Aslani do të mbetet pjesë e Zikaltërve. Klubi po punon të gjejë një sistemim futbollistit në ditët e fundit të merkatos, por për momentin, i vetmi klubi interesuar seriozisht për të duket Monza, ku objektivi i vetëm për të cilin Aslani do të luftojë është mbijetesa në elit. Si për ironi të fatit, ndeshja e parë e Serie A vendos Interin pikërisht përballë Monzës.